sistemin monstruoz të patronazhimit të ngritur nga Belinda Balluku në Fier, sistem të cilin ajo po tenton që ta implementoj, jo se nuk ka qenë sistemi patronazhimi, se Erion Velia i kishte vënë një sistem patronazhimi më vete për Bashkinë Tiranë, përtej sistemit të patronazhimit të Edi Ramës, që e ka në gjithë Shqipërinë. Por tashmë Belinda Balluku atë që ka bërë në Fier, me këtë sistem monstruoz ku çdo votues ishte i kontrolluar jo nga një shtres, po nga 4 shtresa të ndryshme patronazhistësh. Dhe jo vetëm votuesit në Shqipëri, por dhe votuesit në diasporë. Pra ne kemi fakte, kemi prova, kemi një pjesë të listave dhe sistemit të ngritur të Belinda Balluku. Belinda Balluku është e zhytur në krim elektoral. Belinda Balluku është e zhytur në korrupsion. Jo më kot, do me thënë edhe zoti Berisha i ka vënë një emër tjetër të cilin unë gjykoj që ajo e meriton, Lubi Balluku, sepse ashtu ka vepruar. Nuk kanë pasur limite, dhe ajo mbas Edi Ramës është një prej firmosësve dhe miratuesve të disa prej skandaleve më të mëdhaja, qoftë incineratorët, qoftë Tigri 1, Tigri 2, Tigri 3 etj, plus të gjitha tenderat e rrugëve të Florinta që i kanë kushtuar 10 fise sa kushtojnë në vende të tjera të Bashkimit Evropian, dhe kështu me radhë, lista është shumë e gjatë e Belinda Ballukut. Është një thirrje shumë e vonuar e Spakut që nuk xhbën mosveprimin e deri tanishëm. Po, do ta shohim, siç tha dhe ju, do presim të hënën për të parë pra se çfarë do të ndodhi vërtet për të folur pastaj më saktësisht për. Pra nëse flitet për krime elektorale në raportin e fundit, meqense juve më thanë që një pikë kryesore e bisedës së sotme është edhe raporti i OSBE Odirit, një pjesë të madhe të krimeve elektorale të pahetuara nga Spaku dhe nga organet ligjbatuese, nga prokuroria e Fierit, apo që nuk kanë vënë në lëvizje as policinë, as prokurorinë e rrethit Fier, as Spakun, një pjesë e madhe e tyre janë kryer nga Belinda Balluku. Është denoncuar jo një herë. Belinda Balluku bashkë me kandidatët AMO, me drejtuesit e tjerë të Partisë Socialiste në Fier. Pra, unë shpresoj që Belinda Balluku të mos jetë thirrur nga Spaku në cilësinë e personit që ka dieni, të jetë thirrur për të jetë pra në hetim e para, dhe e dyta, jo për një, po për çdo